Përshëndetje të dashur miq, për sot kemi ardhur me likon time më të preferuar. Në qoftë se e keni këtë frut në shtëpinë tuaj, ja vlen vërtet që ta provoni këtë recetë. Frutin do ta çpojmë në 3-4 vende me një stikadent dhe pasi e kemi çpuar, do ta hedhim për të valuar. Do ta valojmë 15 minuta nga pika e valimit dhe pasi e kemi zier për 15 minuta, frutin do ta hedhim në ujë të ftohtë me akull. Këtë proces pune do ta bëjmë 3 herë rresht, do me thënë do t'i ziejmë 3 herë për 15 minuta dhe më pas do t'i hedhim në ujë me akull. Ky proces pune bëhet me qëllim që të largojmë hidhërimën nga fruti. Më pas përgatitim një shurup të thjeshtë. Për 800 gram frut kemi përdorur 800 gram sheqer dhe 1 litër ujë. Sa po të filloj dhe të ziej shurupi, hedhim frutin, do ta ziejmë për 30 minuta dhe do ta lëmë që të pushojë gjatë gjithë natës. Të nesërmen do ta vendosim për të zier përsëri edhe 30 minuta të tjera me disa gjethe barbarose në rast se ju pëlqejnë dhe pak lëng limoni. Uroj dhe shpresoj që ta provoni dhe ta shijoni këtë recetë.